إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Falemderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falemderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet më të ngrohta ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar. Përderisa në hutbën e parë folëm se këto 10 ditët e Dhulhijhes që do të fillojnë prej tonës inshallah taala, pas kanë shumë rëndësi dhe pas kanë shumë vlerë tek Allahu subhanahu wa taala, sepse Allah është betu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam pas ka thonë që janë 10 ditët më të mira të dynjas. Qysh për asaj kohë kur Allahu ka kriju domethën tokat e qiejt, pastaj ka kriju domethën edhe 12 muaj. Atëherë të nderuar vëllezër, shkurtimisht, qysh të shfrytëzojmë këto ditë? Po ju japini program, ashtu sikur që vetës ja drejtoj pastaj edhe juve. Edhe pse në hutbën e parë na programin apo ibadetet dhe punët dhe veprat mirat të cilat do të bëhen 10 ditën e parë të Dhulhijhes na vetëm i përmbledhem disa prej tyre, kurse tash po i veçojmë. Qysh me shfrytëzu unë si besimtar dhe si musliman, përderisa 10 ditët e Dhulhijhes e pas kanë vlerën shumë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala, qysh me shfrytëzu unë? Çka me bën to? E para të nderuar vëllezër, çka mundesh ti me bën to është, domethënë këto 10 ditët, çka me bë e para është me shpeshtuar dhikrin. Me bë shumë dhikr. Çka do të thonë dhikr? Me thonë elhamdulillah. Me thonë subhanallah. Me thonë Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pse po duhet me e shpeshtu dhikrin këto 10 ditët e Dhulhijhes, sikur që tham na, 10 ditët e Dhulhijhes janë përmbledhur shumë ibadete. Saqë këto ibadete nuk mundesh mi gjetë shumë tjerë. Dhikri është njëra ndër këto punë dhe veprat mira, sepse Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famlar, wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat. Edhe përmendni Allahun në ditët e caktuara. Dhe përmendni Allahun në ditët e caktuara. Komentatorët e tefsirit kanë thënë ditët e caktuara në këtë ajet kuranor janë ditët e haxhit. Qysh me përmend Allahun? Sikur që tham, para dite, mas dite në akşam, thuj Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Let jetë gjuha jote e lagur prej përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fa'akthiruhunna, shpeshtoni. Kur me shpeshtuan to 10 ditët? Shpeshtoni fa'akthiruhunna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi, shtoni shumë dhikrin, duke thonë subhanallah shumë, duke thonë elhamdulillah shumë, edhe duke thonë Allahu akbar shumë. Sa që transmetohet, ka pas prej sahabëve Abdullah ibn Mas'udi, apo Abdullah ibn Omeri faktikisht, edhe Abu Huraira radhiyallahu anhu, këta dy sahabët edhe shumë sahabë tjerë, si në Mekë, si në Medinë, dilshin në për rrugë, tek tregjet, në për rrugicat ndryshme të Mekës dhe Medinës, në këto 10 ditët e haxhit, i përkujtonin njerëzit me tekbire, duke ngrit zërat e tyre, duke thonë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ti në veturën tënde, thuj Allahu akbar. Kur dalish pi veturës tënde, thuj Allahu akbar. Duke filluar punën, thuj Allahu akbar. Vazhdimisht, subhanallah, elhamdulillah, përmende sa më shumë Allahun xhalleshanu xhallexhalu. Përveç Allahu duhet madhrohet, përmendet edhe në muaj të tjerë, edhe ditë
tjerë dhe ne tjerë, po veçanërisht në këto 10 ditë duhet shpeshtohet sa bëjmë gibet, sa folim fjalë dyta, sa e shpionojmë dikon, sa jam vishni dikun në një emër, ja e kemi një bisht, ja qesim një bisht, le të jetë kjo gjua jone e lagur për përmendjes së Allahut Azza wa Jall, sepse me përmendjen e Allahut Azza wa Jall qetëson zemrat, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub, në të vërtetë se me përmendjen e Allahut qetëson zemrat. Atëherë shto sa më shumë tekbiret Allahu Akbar, deri në thirrjen e kurbanit tënd. Deri në thirrjen e kurbanit tënd, apo deri kur thirret kurbani yt, ço madhno Allahun subhanahu wa taala, sepse ti kur e madhnon Allahun, edhe ti je i përmendur në mesin e melaçeve dhe deri tek Allahu subhanahu wa taala. E dyta të nderuar vëllezër, për punët të cilat mundemi me i bë apo mu angazhu për me bë, është agjerimi ditës së Arafatit. Kur është? Përveç ditëve tjera që mundemi me agjeru, është prej sunetit me agjeru 10 ditë të krejt, 9 ditë të krejt, përveç ditës së Kurban Bayramit. Ka pas prej selebëve, prej të parëve tonë, prej sahabëve që 10 ditë i kanë agjeru. Krejt i kanë agjeru. Është sunne. Nëse s'mundesh me agjeru krejt 10 ditët, agjeru vetëm ditën e Arafatit. Është sunne muakkedo, shumë sunet i fort, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawm Arafa ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Thot kush agjeron ditën e Arafatit, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, unë shpresoj te Allahu që Allahu ja fal gjunat e vitit të kaluam dhe gjunat e vitit pastajme. 2 vite e ki gjunat të falura nga unë Allahut subhanahu wa taala. Çu çfarë nimeti? Çfarë çfarë mundësi dhe çfarë mundësi na neve po na jep Allahu subhanahu wa taala, çu prej muajit Ramazan, e muajin Shawwal, e muajin Dhul Qa'da, pastaj dhe muajin Dhul Hijja, e pse mos ti shfrytëzojmë këto vepra dhe këto punë, sepse nesër te Allahu subhanahu wa taala do i shëm pi kodrave inshallah taala, ndoshta një agjerimi jot, një dhikri jot, një namazi jot, një vepër e mire të cilën e ki bo, çaja mundet më bësh shkak që nesër ti më fitua çka? Xhenetin Allahut dhe mbrojtën nga zjarmi i xhenemit Allahut subhanahu wa taala. E para është dhikri, me përmend Allahun. E dyta është agjerimi ditës së Arafatit, shpërblimi është falen gjunat për 2 vite. Tjetra është vepra e tretë është thirrja e kurbanit. Ju e dini vlerën e thirrjes së kurbanit, se çfarë vlerë e ka tek Allahu subhanahu wa taala, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot kush therr kurban për Allahun subhanahu wa taala, duke ditur historinë e thirrjes së kurbanit, ka mbetur prej Ibrahimit alayhis salam, ku e ka urdhëruar Allahu azza wa jalla Ibrahimin për me therr djalin e vet, por ja ka kompenzuar kurbanin prej xhenetit, kurbani i cili është kullot në xhenet vetëm për ta sprovuar Ibrahimin. Edhe pse Ibrahimi deshi që urdhin e Allahut ta qenë vend dhe ta bëj kurban djalin e vet, por Allahu subhanahu wa taala i tha, ja Ibrahim, na vetëm kemi dashur me të sprovuar. E ky kurban prehet për Allahun subhanahu wa taala për të kujtuar historia e Ibrahimit alayhis salam, sepse të gjitha punët dhe veprat janë për Allahun, edhe duke marrë edhe mësime tjera, sepse kjo dynja është sprov, kena mos provuar. Kjo dynja është sprov, kemi mos provu me sprovat ndryshme, ka thënë pejgamberi alayhis salam, gjaku i kurbanit para se me pik në tokë, bismillah, Allahu akbar. Ajo gjaku i kurbanit para se me pik në tokë, thot pejgamberi alayhis salam, thot falen gjunat. Këtë gjunat të cilat i ki, ashtë sa ka kime, apo qime në trupin e kurbanit, qaq Allahu po t'i falë mëkatet dhe gjunat, sa që thot pejgamberi alayhis salam, nesër në ditën e Kiametit, brind, thundrat, edhe, ajo do më thonë, leshi i trupit kurbanit, kanë me bo për ty dëshmi, dhe kanë me dëshmu tek Allahu subhanahu wa taala ti për kurbanin që e ki prej, për hir të Allahut xhalla shanu wa xhalla xhelalu, edhe një dhikr, mos e harroni, vazhdimisht me thon, mësoni këtë dhikr, ka thon pejgamberi alayhis salam, khairu dua yawm Arafa, ka thon doja më e mirë në të cilën bëhet në ditën e Arafatit, përveç agjerimit, përveç tyne punë dhe veprave që i përmendëm, mos harroni me thon, ka thon pejgamberi alayhis salam, doja më e mirë në të cilën e kam thon unë dhe pejgamberët është la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allah më na dhon ymër, lusim Allahu subhanahu wa taala që Allah më na mundësoj me bëj punë dhe vepra të mira, ta shfrytëzojmë. Allah na mundësof me shfrytëzua apo me shfrytëzu këto 10 ditët e Dhul Hijjas. Allah na i pranoft qurbanet tona, dhikrin ton, leximin e Kuranit, punët e mira. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allah na i pastroj zemrat
zemrat tona. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mbrojë nga zjarmi i xhenemit dhe të na bëjë nga banorët e xhenetit. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mundsojmë të futemi tërësisht në dinin e Allahut subhanahu wa taala. O Allah, lehtësoja haxhin haxhilërve që ta kryejnë haxhin me lehtësime, që u falësh aty në mëkateve, edhe ti kthesh ata shëndoshë mirë pranë xhirit familjar. Lutim Allahun subhanahu wa taala të smorit tan Allahu të shëroj, të vdekurit tan Allahu të mëshiroj ya rabbel alamin, rinin ton Allahu të udhëzoj. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qimis salah.